Në mbledhjen e radhës, Këshilli Bashkiak Shkodër miratoi një sër vendimesh me synimin forcimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, rritjen e eficiencës financiare dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm në territorin e bashkisë. Mes vendimeve të miratuara janë përdorimi i fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin janar 2026 dhe dhënia e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga zjarri. Po ashtu u vendos zgjedhja e përfaqësuesve të Këshillit Bashkiak në Këshillin e Qarkut Shkodër. Këshilli miratoi ndryshimet që lidhen me nivelin e pagave të funksionarëve, nënpunësve civil dhe punonjësve administrativ, si dhe miratoi raportin e vlerësimit dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave për vitin 2027-2029. U krye edhe shtesa e planit në buxhetin 2026 dhe përcaktimi i destinacionit të fondeve të grantit të bazuar në performancën për vitin 2025. Në fushatën e investimeve sociale u miratua shtesa e planit të buxhetit për projektin Shtëpia që ndërton të ardhmen, rikonstruksioni shtëpisë së fëmijës 6 deri në 15 vjeç. Po ashtu u miratua urdhri i aplikimit për skemën e granteve për biznesin inovativ 2026-2028, ndërsa u miratua ndryshimi dhe shtesa e VKM-s numër 1 datë 22 janar 2016 për taksat dhe trajtimet vendore. Në lidhje me menaxhimin e pasurive pyjore, u mor vendimi për ndryshimin në VKM numër 18 datë 20/7/2023 për dhënien me qirat të ekonomisë pyjore, njësia administrative Gurizi. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte miratimi i planit lokal të vendimit për zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike për periudhën 2026-2036. Autoritetet theksuan se këto vendime synojnë adresimin e nevojave sociale të menjëhershme, përmirësimin e menaxhimit financiar të bashkisë edhe promovimin e projekteve zhvillimore dhe mjedisore afatgjata. Në fund të mbledhjes, një hapësirë mori edhe protesta në Rjoll. Unë sot kam një shkresë këtu që tregon që është dhënë akti konformitetit nga Bashkia Shkodër, është e marrën nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, e cila mbledh të gjitha dhënat për sa i përket konformitetit teknik me zonat e mbrojtura. Dhe Bashkia Shkodër është shpreh që është pro zhvillimit dhe nuk ka ndikim negativ në ekosistemet e zonës. Pra kjo vjen nesh me fjalët e kryetarit të bashkisë që thotë që nuk ka kompetencë në këtë gjë. Pika tjetër ka të bëjë me zonën e mbrojtur, si ka mundësi pavarësisht që institucioni që është për sa i përket menaxhimit të zonës së mbrojtur thotë që këtu cënohet zona e mbrojtur dhe bashkia na thoka që nuk u cënoka zona e mbrojtur, kur ti ke edhe një argument të qartë që është plani i përgjithshëm vendor. Po tjetër që kryetari i bashkisë i ka prit, i ka dëgju ankesat dhe pretendimet. Nuk mund të përdorsh atë letër për më thonë që bashkia nuk ju doli zot, sepse bashkia është e detyruar të respektojnë ligjin rrallbar, sigurisht dini ju mirë, shumë mirë atë. Dhe protesta nuk jena as pak të kënaqur se po nolla ja gjatë aty dhe ajo ka për çështjen e pronësisë mes palëve. Dhe bashkia në çështjen e pronësisë nuk është gjykat. Këtë e kuptoni krejt mirë. Dhe mos dizinformoni dhe të bani pak natësi mes njerëzve. Jo, në kuptim, të lutem, nuk e kam me mos thuj një të pavërtet, të lutem, një të pavërtet për sa i përket çështjes. Patjetër që e njeku me shqetësim, por njikimi i bashkisë në atë çështje është zero për sa i përket konfliktit që kanë. Të lutem.